Jepet një problem tek kërkesa A e të cilit na kërkohet të gjejmë këndet e një katërkëndshit të mysët duke ditur që ata janë të barabartë midis tyre. Dihet që shuma e këndeve të një katërkëndshit të mysët është 360 gradë. Pra, për rastin ton, mund të shkruajmë se masa e këndit të parë plus atë të këndit të dytë, të këndit të tretë dhe të këndit të katërt ka vlerën 360 gradë. Duke patur parasysh se në kërkesën tonë bëhet fjalë për kënde të barabartë midis tyre, atëherë masën e secilit prej këtyre katër këndeve mund ta shënojmë me x për të kaluar kështu në një barazim të ri, pra x plus x plus x plus x baras me 360 gradë, 4x baras me 360 gradë, nga ku x-i deli barabartë me 90 gradë. Pra, secili prej këtyre katër këndeve që plotësojnë kushtet e kërkesës A ka vlerën prej 90 gradësh. Vazhdojmë me kërkesën B të këtij ushtrimi. Trikëndet e një katërkëndshit të mysët janë të barabartë, kurse i katërti është 60 gradë. Gjeni këndet e katërkëndshit. Pra, gjithmonë do kemi parasysh që shuma e këndeve të një katërkëndshit të mysët është 360 gradë, dhe për rastin ton mund të shkruajmë këtë barazim që këndi i parë plus këndin e dytë plus këndin e tretë plus 60 gradë baras me 360 gradë. Këta tre kënde, siç na thuhen, kanë masa të barabarta, pra mund të shënojmë masën e secilit prej këtyre këndeve me x. Kështu që kemi x plus x plus x plus 60 gradë baras me 360 gradë, 3x plus 60 gradë baras me 360 gradë, ku 3x i baras me 300 gradë dhe vetë x i baras me 100 gradë. Pra, për kërkesën B kemi tre kënde të barabartë me 100 gradë dhe këndin e katërt të barabartë me 60 gradë. Ky problem është marrë nga libri Matematika 9 i shtëpisë botuese Pegi me autorët Edmond Lulja dhe Neritan Babamusta.